tyre. 3.2 miliard euro u vodhen në plakat e qendrave të qyteteve. 3.2 miliard euro. Me 3.2 miliard euro u ndërtuan në Shqipërinë rurale mbi 8.000 kilometra rrugë, u ndërtuan dhe rinërtuan mbi 1.000 objekte arsimi, qendra shtetësore, që të gjitha janë me regjistër. Në 14 vite, as me gishtrit e duars nuk numërohen. Dhe pas kësaj antireforme, vazhdohet në mënyrën më të papërgjegjshme, më antishqiptare, që nga 60 të kaloj në 40. Unë duhet përgëzoj zotin Luciano Boçi dhe të gjithë antarët dhe ekspertët e komisionit, të cilët punuan me një përkushtim të madh por një reformë të re elektorale e përcaktuar si kusht për integrimin edhe në raportin e tetorit të Komisionit Evropian. Natyrisht në 14 vite nuk zhbëhen dot ajo boshatisje e madhe që ka ndodhur, ajo braktisje e madhe që ka ndodhur. Por një hap i rëndësishëm edhe drejt ripopullimit të zonave të devastuara, drejt ripopullimit tyre duhet të jetë reforma territoriale. Grupi i punës për reformën territoriale me bashkëkryetar Arber Mazniku, një peng i njohur për shumë veset të tij. Kur e them këtë, do më thanë një njeri që zbaton verbrisht urdhra, bashkë me Ervin Demon, dy armiq kryesor të komuniteteve lokale në Shqipëri me në krye Edi Ramën. Dhe punon bën konsulta në mbar vendin, beti konsulta në Tiranë për të finalizuar serinë e konsultave, ndërkohë sigurisht që grupi punoi për hartën, por atë do ta përfundonte pas konsultave të plota dhe pas ekspertizës ndërkombëtare që do mirnin. Edi Rama e kuptoi se e ka betejë të humbur. E kuptoi se reforma territoriale ka ngjall një pakënaqësi të madhe. Dhe se kudo që shkuan në konsulta, u mbështeten sugjerimet dhe qëndrimet e përfaqësuesve të Partisë Demokratike. U tërhoq në mënyrë të njëanshme, të padej, paraqitin në parlament një raport që nuk u paraqit në komision, që s'mund të paraqitej kur në parlament, dhe e publikoi atë në cilin tregon se në krimin e tij monstruoz kundër shqiptarëve nuk ndalet, don të heqë edhe 15 bashki të tjera, të reduktoj numrin e bashkive në vendin më malor të Europës, në vendin që 80% të sipërfaqes e ka male dhe kodra, ta përqendroj në pllambën e tij të zezë të dorës, vetëm për qëllime shpopullimi
për qëllime pasurimi e të tjerë. Ndaj dhe sot jemi këtu për të paraqitur raportin dhe ndarjen territoriale që ka parashikuar grupi i punës së opozitës në parlament, dhe ky projekt do paraqitej siç pas planit për agjendës për diskutim me qytetarë, të cilët